Profesor Doçi, jeni në cilësinë e trajnerit të parë të skuadrës U19 që do të luanin në Itali pas nesër. Si është gjendja e skuadrës? Po, normalisht gjendja e skuadrës është ajo që duhet, sepse jemi edhe një fazë kampionati që lojtarët janë gjithë në formën e duan. Por ajo që është më e rëndësishme është që këto turne janë shumë motivuese dhe janë shumë bin diçka të bukur, sepse është këto sportista mundën me shpreha çka kanë dhe normalisht është një rrugë shumë e bukur për ta. Edhe është një neshe që mundën me tregu vlera dhe mundën me hap një shans në jetë. Dhe kështu që janë neshe që e kam theksuar edhe më përpara. Këto turne janë më të vlefshëm se kampionatet, sepse duke qenë shumë pak neshe, janë më të angazhuar edhe specialistët, po e skautët edhe menaxherët edhe normalisht që është neshe që vllaznia në këtë moment, pavarësisht se ne shkojmë për me luajtë futboll dhe normalisht që do të mundohemi të lozim edhe të fitojmë Superkupën, por më e rëndësishme është ajo që këto fëmijë mundën me përfitua dhe mundën të pas shansin e tyre të jetë. Vjeni pas një fitore të rëmenjën e kampionat, vetëm pak ditë më parë. Ju ngërro ky fakt, ndoshta edhe performën sportive të skuadrës. Po, gaci normalisht Akademia e Vllaznisë gjithmonë është ajo skuadra që është e vështirë për mua dhe normalisht është një skuadër që duhet të jetë gjithmonë pretendente, sepse ashtu. Faktikisht këto vitet e fundit ndoshta janë të na luftu shumë, se ndoshta jena i vetmi ekip që kena biu dhe kena vetëm Shkodrane dhe normalisht është ndoshta një betejë shumë më afër, por normalisht jena aty ku duhet me kanë dhe shpresoj që do të arrijmë ku duhet me arrit, sepse ashtu i kena edhe premisat, po ashtu edhe kena grupin, se kena një grup qetësor, që normalisht puna jonë është që bazohet për me çu lojtarët e ekipit parë dhe të përgatisim ato për ekipin e parë. Pastaj normalisht që rezultatet na ngrohen, sepse ngrohen vetë sportistat, po ngrohen edhe vetë staf. Edhe të zgjidhet turne në Viareggio, duket që Vllaznia po hyn në nivele të pëlqyeshme edhe konkurrimit me ekipet e moshme. Po, kjo është edhe gjaja më e bukur, prandaj e shpreh edhe më përpara. Vllaznia duke qenë një klub, edhe klubi më i vjetër në Shqipëri, edhe normalisht edhe me traditë të nxjerrjen e talentave, normalisht mbahet shefi që jena na po ato të parë që shkojmë edhe bëjmë një neshje të rëndësishme me Genoa. Edhe është edhe një gjë e bukur sepse jena dy ekipe që kena të njëjtat ngjyra. Edhe normalisht shpresoj që të lozim në me Kuqeblu, jo Genova. Por kjo është pak e rëndësishme, sa është e rëndësishme pjesa që lozim me një ekip që janë nivele të larta me vite. Edhe nëse Shqipëria është u pa një pjesë e mirë kësaj kohe, është u pa si një armë për lojtarë, sepse janë lojtarë që vinë nga zona të varfëra edhe Shqipëria normalisht po më krahasu me Italinë për futbollin në zonën e varfër. Normalisht që këto menaxhera, këto skauta janë të hallë syt në për si Shqipëria, po ashtu edhe në rajon, edhe kështu që është një mundësi shumë e mirë që të lojtarë edhe klubet përfitojnë, klubet italiane, po edhe pastaj edhe lojtarët. E njihni skuadrën kundërshtar, e keni studiuar ndo pak të lojën e Genoa? Skuadra kundërshtar normalisht është një skuadër e mirë dhe ne të drejtën kena pyetë dhe mendojnë që do të lozin ndoshta edhe me U18, po nuk e di sepse ato kështu janë, e kanë ekipe shumë por janë ekipi fitues edhe kjo na bën që ne të karikojmë në maksimum edhe të japim maksimumin që të arrijmë aty ku duhet, shfaqim vlerat që kena, sepse më e rëndësishme është me shfaq vlerat që ne dimë me luajt futboll, ne kena lojtarë që munden me ecë edhe kanë një armë të njëjtën, që është gjëja më e rëndësishme, pastaj edhe pjesa e fitores. Profesor, mendoni që mund të rikthehen në skuadër me trofeun? Po, gaci gjithmonë ne kur nisena normalisht nisena për me konkurru edhe për me kanë aty ku duhet, edhe normalisht që nuk shkojmë thjesht për me bërë një udhëtim bukur, se po të ishte ashtu biletat tash për Itali janë bërë shumë lirë dhe mundna me shku, bëjmë fundjavë dhe ndryshe aty edhe këto jena, por qëllimi është edhe për me fitu Superkupën, sepse është një vlerë e shtume edhe për klubin tonë, po ashtu tregojmë që jena në nivel edhe na. Një finale Superkupe mund të përfundojë me kohë të rregullt, me shtesë apo me penallti? Po, ne jena të përgatitur me gjitha, kështu që shpresoj që nëse është më lehtë për ne ta mbyllim me marrimin e 90 minutit, po edhe me penallti, pastaj do të ishte edhe kënaqësi edhe më e madhe. Sukses, profesor.